Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Më ndodhi. Nuk besoj shumë në legjenda, por atë natë në kishën e Laçit më ndodhi diçka që nuk e shpjegoj dot as me logjik dhe as me fjalë. Ishte hera e parë që ndjeva një qetësi të vërtet pas muajsh të tërë depresioni, ankthi dhe netësh pa gjumë. Quhem Marta dhe kjo është historia ime. Prej më shumë se një viti isha zhytur në një errësirë që nuk po dilja dot. Depresioni më kishte rrëzuar plotësisht. Asgjë nuk më gëzonte, nuk mund të flija, nuk haja, nuk flisja me askënd. Dita ishte e padurueshme, por nata ishte torturë. Një mbrëmje ndërsa shikoja tavanin pa e kuptuar se kalonte ora, diçka brenda meje u thye. I thash vetes, do shkoj në kishën e Laçit, nuk kam çfarë u mbas. As vet nuk e di pse më lindi ideja ta bëja natën. Kishte diçka që më thëriste atje. Jo ditën, por pikërisht natën. U nisa vetëm, rruga ishte e heshtur, dritat e makinës ndriçonin rrugën e ngushtë, por gjithçka tjetër ishte errësirë e thellë. Sa afrohesh te kisha natën, qetësia është e frikshme. Nuk ka zë, nuk ka gjallëri, vetëm një ajër i rënd, por i pastër në një mënyrë të çuditshme. Mendova të kthehesha, por një forcë e brendshme më shtyu përpara. Kur zbrita nga makina, ndjeva një fllahë të ftohtë, por të butë. Jo si erë, por si prekje. Mu bë sikur dikush ma vuri dorën në shpatull, jo për të më trembur, por për të më udhëhequr. Unë jam rritur në një familje besimtare, por nuk kam qenë kur fanatike. Megjithatë, atë natë ndjeva sikur po më priste dikush. Hapat e mi kumbonin në gur. Qetësia ishte e plot, por nuk më friksonte. Hapa derën ngadalë. Ajo aromë qërinj të djegur dhe lagështire të ftohtë më rrethoi. Drita e vetme ishte nga disa qërinj të shkrirë gjysëm. Nuk ishte prift, nuk ishte njerëz, nuk ishte zhurmë. U ula në një nga bankat e drurit dhe për herë të parë pas shumë muajsh lotët më rodhën vetvetiu. Jo nga dhimbja, por nga çlirimi. Ndjeva një presion të madh që më hiqej nga kraharori, sikur dikush po e tërhiqte gjithë trashtimin tim drejt tokës. Nuk thash lutje të gjata, vetëm pëshpërita. Nuk dua të jem më kështu. Ndihmom që të mos kem frikë nga jeta. Dhe pastaj ndodhi diçka e pashpjegueshme. Dritat e qërinjve u lëkundën sikur dikush kaloi pranë, por nuk ishte njëri. Një nxehtësi më mbështolli shpatullat sikur dikush më vuri një shall. Nuk ishte psikologjike, nuk ishte imagjinat, ishte e vërtet, e prekshme dhe e thellë. Për disa sekonda ndjeva trupin pa peshë, mendjen të qetë, zemrën sikur të më ishte çliruar, frymarrjen si të ishte bërë më e thellë. Ishte si të më hiqej një stres e zezë që kisha mbajtur për muaj të tërë. Kisha ardhur me ankth, ndërsa tani ndihesha e lirë. Kur dola jashtë, ajri dukej më i pastër, rret më të hapura dhe hëna më afër. Nuk ndihesha më e rënduar, nuk ndihesha më e trembur, nuk ndihesha më e humbur. Eca ngadalë duke parë rreth e rrotull, nuk ishte njëri, dhe prap nuk ndihesha vetëm. Si të më shoqëronte një paqe që nuk e kisha provuar kurrë ditën. Ishte hera e parë në muaj që nuk më dhimbte gjoksi nga ankthi, hera e parë që trupi im nuk dridhej dhe hera e parë që mendja nuk më torturonte. Të nesërmen shkova përsëri, por ditën, dhe nuk pata të njëjtën ndjesi. Ishte bukur qetë, por jo si nata. Nata kishte diçka tjetër, diçka që nuk e gjen në dritë. Nuk them se u shërova si me magji, por ajo natë ishte kthesa në jetën time. Ika në kishtë Laçit si njëri tjetër, më e lehtë, më e gjallë, dhe për herë të parë pas një viti ndjeva shpresë. Nuk e di çfarë ndodhi brenda asaj kishe, nuk e di nëse Zoti ishte aty me mua, atmosfera, qetësia, apo thjesht vetja ime që më në fund u hap. Por di një gjë, nuk kam qenë kurrë më ajo vajza e përhumbur që shkoi natën atje. Aty lash diçka dhe mora diçka tjetër. Mora veten time. Më ndodhi. Nuk besoj shumë në legjenda, por atë natë në kishën e Laçit më ndodhi diçka që nuk e shpjegoj dot as me logjik dhe as me fjalë. Ishte hera e parë që ndjeva një qetësi të vërtet pas muajsh të tërë depresioni, ankthi dhe netësh pa gjumë.
Quhem Marta dhe kjo është historia ime. Prej më shumë se një viti isha zhytur në një errësirë që nuk po dilja dot. Depresioni më kishte rrëzuar plotësisht. Asgjë nuk më gëzonte, nuk mund të flija, nuk haja, nuk flisja me askënd. Dita ishte e padurueshme, por nata ishte torturë. Një mbrëmje ndërsa shikoja tavanin pa e kuptuar se kalonte ora, diçka brenda meje u thye. I thash vetes, do shkoj në kishën e Laçit, nuk kam çfarë u mbas. As vet nuk e di pse më lindi ideja ta bëja natën. Kishte diçka që më thëriste atje. Jo ditën, por pikërisht natën. Unë nisa vetëm, rruga ishte e heshtur, dritat e makinës ndriçonin rrugën e ngushtë, por gjithçka tjetër ishte errësirë e thellë. Sa afrohesh te kisha natën, qetësia është e frikshme. Nuk ka zë, nuk ka gjallëri, vetëm një ajër i rënd, por i pastër në një mënyrë të çuditshme. Mendova të kthehesha, por një forcë e brendshme më shtyu përpara. Kur zbrita nga makina, ndjeva një fllahë të ftohtë, por të butë. Jo si erë, por si prekje. Mu bë sikur dikush ma vuri dorën në shpatull, jo për të më trembur, por për të më udhëhequr. Unë jam rritur në një familje besimtare, por nuk kam qenë kur fanatike. Megjithatë, atë natë ndjeva sikur po më priste dikush. Hapat e mi kumbonin në gur. Qetësia ishte e plot, por nuk më friksonte. Hapa derën ngadalë. Ajo aromë që rinj të djegur dhe lagështire të ftohtë më rrethoi. Drita e vetme ishte nga disa qërin të shkrirë gjysëm. Nuk ishte prift, nuk ishte njerëz, nuk ishte zhurmë. U ula në një nga bankat e drurit dhe për herë të parë pas shumë muajsh lotët më rodhën vetvetiu. Jo nga dhimbja, por nga çlirimi. Ndjeva një presion të madh që më hiqej nga kraharori, sikur dikush po e tërhiqte gjithë tërshtimin tim drejt tokës. Nuk thash lutje të gjata, vetëm pëshpërita. Nuk dua të jem më kështu. Ndihmom që të mos kem frikë nga jeta. Dhe pastaj ndodhi diçka e pashpjegueshme. Dritat e qërinjve u lëkundën sikur dikush kaloi pranë, por nuk ishte njëri. Një nxehtësi më mbështolli shpatullat sikur dikush më vuri një shall. Nuk ishte psikologjike, nuk ishte imagjinat, ishte e vërtet, e prekshme dhe e thellë. Për disa sekonda ndjeva trupin pa peshë, mendjen të qetë, zemrën sikur të më ishte çliruar, frymarrjen si të ishte bërë më e thellë. Ishte si të më hiqej një stres e zezë që kisha mbajtur për muaj të tërë. Kisha ardhur me ankth, ndërsa tani ndihesha e lirë. Kur dola jashtë, ajri dukej më i pastër, rret më të hapura dhe hëna më afër. Nuk ndihesha më e rënduar, nuk ndihesha më e trembur, nuk ndihesha më e humbur. Eca ngadalë duke parë rreth e rrotull.